shqiptarve, i bashkon ata në diteti njerëzor, i bashkon ata në punësimin, i bashkon ata në mirëqenjen, i bashkon ata në kujdesin shtetësor, i bashkon ata në shkollim në fëmijëve të tyre, i bashkon ata në një qëllim tjetër, madhor, sublim, rikthimi i Shqipërisë dhe shqiptarëve në moshën e rinisë tyre. Kombi ka humbur rinin, kombi ka humbur moshën e rinisë. 600.000 të ri u larguan në 10 vite. Mos harroni, çfarë do që t'jeni, demokrat pa Parti Socialist, mos harroni, se sot ne takohemi njëri me tjetrin, duke qenë kombi me lindshmërinë në turt në botë për shkak të migracionit. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot se duhet bëjmë çdo gjë për të rikthyer të ardhmen në këtë vendi, për të rikthyer rinin. Qytetarë dhe qytetare të fierit, adhetar patriot, me këtë program ne do kthejmë qindra mijëra të rinj shqiptarë që morën rrugët e dheut këto 10 vite. 5 vite pas 100 dark, taksa, kredit buta për shtrëhimin e tyre, për biznesin e tyre. Shqipëria ka nevojë për ëndrrën e tyre. Ëndra e tyre është ardhmja e Shqipërisë. Këta tri i garantoj se shkollat e tyre do modernizohen, se buxheti për arsimin do të dyfishohet, se s'do ketë pengesë për universitet mesatar dhe asgjë tjetër, dhe se pas përfundimit do paguen sigurimet shoqërore tek çdo punëmarrës që punëson të rit. Do financohen me grante dhe kredi startupet e tyre. Dhe një çati, shteti do garantoj çifteve të reja me një grant 30.000 euro. Po. Prap. Mos harrojmë se kombit i kemi borxh rinin, ndaj dhe asgjë në botë s'do mund na pengoj pa rikthyer kombin shqiptar në moshën e rinisë tij. Por